sepse nuk parashihet me ndonjë afat ligjor për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit. Po, pasi të konstituohet kuvendi, fillon afati për krijim të qeverisë. Edhe këtu domthonjë kjo shumë shpejt do të jetë një prej skenarëve nisë. Megjithatë, unë konsideroj që në këtë situatë gjithsesi Kurti ose do të kemi një nëse kemi kryetar të kuvendit, atëherë do të kemi edhe qeveri Kurti 3 nesër. Nëse nuk kemi kryetar të kuvendit, atëherë domosdoshmërisht po dihet ideja se Kurti nuk i ka numrat dhe nuk do ta votojnë as kryetarin e kuvendit. Dhe atë kemi qeveri Kurti 3 apo do të jepet mundësia mandatarit të dytë? Unë konsideroj që mandatari i dytë me gjithë këtë zjarminë, dëshirën e opozitës, konsideroj është mjaft e vështirë, për shkak se shikoni pozicioni është shumë delikat, vetëm në rast se bën kësi matrapazllëqe siç janë bërë në mandatin e kaluar nga vetë zoti Kurti. Matrapazllëqe çfarë do të thotë? Matrapazllëqe kur kontrabandohen deputet nga një subjekt në tjetrin, atëherë nuk e përjashtoj mundësinë që edhe opozita, duke i marrë disa deputet nga lëvizja vetëvendosje, të formojë qeverinë dhe të shtrisë, sepse përndryshe është e pamundur, duke ditur se i ka 48 mandate dhe pas një viti ne do të kemi zgjedhjen e presidentit. Dhe dihet se për zgjedhjen e presidentit duhet të kemi 80 deputet të ulur në karrige të bëhet korumit, si themi, për zgjedhjen e presidentit, atëherë ne shumë shpejt do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme, ndërkohë që i kemi zgjedhjet lokale shumë shpejt gjatë vjeshtës këtij viti dhe nuk është një zgjidhje e qëndrueshme dhe fatlume për Kosovën. Sipas mendimit tim, sipas pikpamjes time, në rast se dështon formimi i institucioneve nga qeveria, partia cila ka marrë më së shumti vota, unë konsideroj që më e mira për vendin do të ishte një qeveri e unitetit kombëtar, marr parasysh edhe gjithë këto situata të cilat po na presin në raport me zhvillimin ndërkombëtar, në raport me të ardhmen e vendit tonë. Është e mundur kjo? Po, nëse ka vullnet për gjitha subjekteve politike, normalisht që është e mundur dhe ky do të ishte një veprim jashtëzakonisht i rëndësishëm, sidomos tash për shembull kemi shumë veprime të cilat priten të ndërmirën nga institucionet e Kosovës. Mos harroni se kemi Këshillin e Evropës që do të ketë takimin e maj dhe ata nuk do të marrin asnjë mund, asnjë hap për të antarësuar Kosovën në Këshillin e Evropës, në rast se ne nuk marrim disa obligime ndërkombëtare të cilat i kemi marrë nga e kaluara. Duke pas parasysh të gjitha këto dilema se kush do të mbetet më tradhare, kush më patriot, themi kushtimisht kështu nga subjektet politike shqiptare në Kosovë, atëherë konsideroj që këtë barrën e përgjithësisë do të ishte mirë ta marrin të gjithë dhe të ecim përpara dhe mos të stagnojmë, sepse mos harroni përderisa Mali Zi dhe Shqipëria tashmë vetëm kanë të konfirmuar rrugën e drejtë aderimit në Bashkimin Evropian. Ne kemi stagnuar, jemi në sanksione dhe jemi në raporte jashtëzakonisht të rënduara me të gjithë aleatët tonë e në veçanti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilëve edhe po hezitojmë t'u hekim tarifat, taksat prej 10% që po bëhen ato lloj ashtu dhe thjesht nuk po i largohen. Dhe si parashikim i shkurt për nesër, a do të kemi ditë gjatë apo thjesht procedurë në kuvend? Është vështirë, ne mund të spekulojmë në vazhdimsi, unë po them të vërtetën se atë se çfarë do të ndodhë nesër e din një person, sepse shikoni është një mozaik i përbërë nga pjesëza, nga copëza, dhe atë tablon e përgjithshme e ka kryeministri në detyrë Albin Kurti, sepse ai e din edhe atë se çka mund t'i ofrojë nismës, se çka mund t'i ofrojë deputetëve potencial, të cilët të minoritetëve që janë të pakënaqur, siç ishte zonja Duda Vale që i pati 2 takime me të. Pastaj është e vështirë për t'u prognozuar, mirë po konsideroj që në rast se nuk do të kemi kryetar të kuvendit,